Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Jam shumë mirënjohëse dhe falenderuese abonuesve të mi, shikuesve të mi, komentuesve të mi, nga zemra dhe nga shpirti falenderuese dhe mirënjohëse për të gjithë. Dikush vjen drejt teje për t'ju shprehur atë që ka brenda vetes tia. Çfarë mendon ai person brenda vetes së tia për t'ju shprehur atë që provon ai brenda vetes së tij. Pra, kush është ky person që vjen drejt jush për të shprehur atë që ai ndjen brenda vetes? Këto letra më tregojnë që ky është një person i cili është i dashuruar me ju. Është larg, ka impenjim familjar, kjo lidhje është pak e komplikuar, është familjar, pra ka familjen e tij, ka problemet e tij në punë, por ju shikon si kjo sultanesh, si ky yll polar në univers, si një perspektivë të shkëlqyer të jetës së tij. Ju shikon si kjo mbretëresh e shkopinve, një femër intelekte, një femër e zgjuar që i fal dashurin pas një lloj kompromisi. Dhe ky për ju është mashkulli magjik. Ju jeni shumë të dashuar me njëri tjetrin dhe ky person, edhe pse është larg, është gjithmonë në pritje të mesazheve tuaja, të jetës si ju e bëni jetën. Ju sjell këto mesazhe lumturie në qiell të pastër, pra ju shpreh atë diçka që ai ka brenda vetes tia. Ju jeni pak egoiste, por keni një ego pozitive. Keni atë egon tuaj të brendshme. Ky person ka probleme, është familjar, është larg, ka problemet e tij në familje, ka një lidhje toksike me probleme, por thot me ju do të filloj një kapitull të ri. Do të filloj një jetë të re, një jetë e cila do ta ndryshoj komplet rrjedhën e jetës së tij në çdo aspekt, sepse ka kaluar shumë betejë dhe i ka humbur, është me net pa gjumë, i stresuar, dhe ky kapitull me ju, me këtë yll polar, do të ndryshoj komplet jetën e tij. Me kë rezonon kjo histori? Me kë shën të horoskopit? Me shigjetarin, me gaforen, me peshqit, me dashin, me binjakët, me luanin, me britjapin dhe me bigjëreshën. Kurse me shënjat, me gërmat, me gërmën V, me gërmën J, gërmën B, Q, L, O, Y, G, H, gërmën P, gërmën Z, A, Gj dhe gërmën T. Faleminderit shumë, miqtë e mi.